Nga duart e arta të gjyshës së saj, sot Bleranda Zogaj trashëgoi talentin e punimeve të dorës. Duke filluar nga çantat me ruaza, veshjet e bukura deri tek rrobat për fëmijë me shumë përsosmëri, ajo krijon çfarëdo që e mendon. Sot, aty ku tregohen më së miri traditat shqiptare, brenda një ode shekullore, Bleranda ka shfaqur punimet e saj mbreslënse. Unë jam Bleranda Zoga, jam për fshatit ri, komuna Malishevës. Me këtë punë mirë në që sa ko, do më tha, e kom zanat për i gjyshës. Gjyshja është marrë me këtë punë. Ajo në fakt nuk është marrë me shitje, se në atë ku s'ka pos shitje, po ka punu për shembull qerapa për fëmijët e vetë. I ka rri do më tha me punë dorë e fëmijët, ka punu xhempera, çarapa e kështu me radhë. Në fakt, atëherë ku ka punu gjyshja, unë jem kanë e vogël, jem kanë shkollë fillore, po e moj men si sot që ku visha pi shkolle, e shisha gjyshën të marru, gjyshja marrejke me, do më tha punejke me shtiz, me krabza, edhe gjithë kum pas marak me u mësu për i gjyshës punimet që i bën. Në fakt jem mësu pak, po me krabza nuk është i di edhe aq shumë, zakonisht më punoj me greb, me krabza më punojnë edhe, më ndihmojnë edhe mutrat e mia, nana ku të kom qerapa ose pandufe për gra matë më shume, mi puna nana, ndërsa xhemperat me krabza, sikur këtu që po i shihni, janë të punu me prej mutrës tem, edhe ajo më ndihmon. E me shumë kujdes, ajo e ruan edhe këmishën e gjyshës së saj, një punim tjetër shumë i vjetër e punuar me finesë. Kjo është punimi që e kom prej gjyshës, e kom dhurat, gjyshja u shku u ordnuse me këtë këmish, është e gjitha komplet e punu me punë dore prej gjyshës, do me thonë edhe e ka prej edhe e ka qep vetë. E këto mboj si kujtim prej gjyshës. Prej asoj që e kom marrë zanatin, edhe e mboj me shumë qef, edhe e kom përdur disa herë, edhe vazhdoj me përdur prap kur ka ndeja, dasma, kështu. Punimi i saj i parë ka një rëndësi të veçantë, andaj e nderuan me shumë delikatesë. Punimi jam i parë që e kom bë me ndihme në kunatës, nusës vëllaut, e cila më ka vdek tash 3 muaj ndjes post, është ai punimi atje, është jeliku për fëmijë dhe një por çerapa të vogla. Ajo më ka mësu me punu, edhe ajo është me krabza. Me krabza di ka pak, po jo punimet më dhaja, dhe me thot diçka gjësënde të vogla. Edhe është punimi i parë që e kom bë, edhe e moj gjithmonë si kujtim, ato nuk e kom përshitje, është edhe kujtim që më ka ndihmu kunata me bë, po edhe kujtim që e mboj punimin e parë. Ajo çka e dallon Blerandën dhe punimet e saj është shumëllojshmëria. Zakonisht mirna me shumë gjana, ju veç me një model, mirna me shumë modele tjera, zakonisht tash po preferohen punimet e detit, bluzat, bikinet, shortset shkurta e kështu. Fillimet e mia kur kom punu, këtu nuk janë kanë trend heq, se jenë pas hekret, nuk i përdor ke kërkosh, edhe nuk u kanë që i kanë punu shumë vajza të reja sikurën për shembull në atë kohë. Po tash pe vrej që u kthy trendi i këtyne punimeve, edhe po ka kogja kërkesa, edhe në bazë kërkesave normale edhe unë i bëj punimet në bazë klientave. E me më shumë qejf, ajo i punon rrobat për fëmijë. Rrobat për fëmijë i kom punu prej fillimit, janë gjonat e para që kom nis me rroba për fëmijë. Çanta natë kur nuk kom punu, se nuk janë ka edhe shumë trend. Tash kanë hyrë trend çantat e dorës, edhe bluzat e bikinit tash kanë hyrë. Atëherë i kom punu rrobat për fëmijë, siç peshini këtu i bëj me shumë qef. Zakonisht edhe janë për fëmijë, edhe janë që mundesh me manovru në modele, se ka edhe shumë kërkesa, sidomos për vajzat, kom punu shumë fustana me ngjyra të lloj-llojshme edhe më dalin shumë mirë, edhe aty i kom ma me qef. Në fakt nuk kom punime që marrin shumë kohë, se i bëj me qef, nëse është diçka që merr kohë shumë ose nuk di me bë, nuk i hi asoj punë, se kam kërkesa që do më tha që lypin kërkesat ndryshme, po edhe klientave ju tregoj që nëse nuk di me bë, nuk i them që ta bëj edhe veç hajt. Ato që di me i bëj me shumë qef, i pranoj edhe i bëj shumë lehtë. Ajo çka e zbukuron tërë këtë odë është një punim i shqiponjës. E unik këtë punim e bën fakti që i tëri është pundore nga Bleranda. Në fakt shqiponjen e kom punu me kërkesë prej babës. Nuk është që ma ka kërku direkt shqiponje, po gjithë ma bëj ke qika jem për krejt njerëzit
po punon diçka, veç babës ta nuk i punove kur gja. Edhe nuk disha qa me i bo, se zakonisht ne nuk mirna me gjona për meshkuj, do me tha, mirna veç për femna, që janë stori, për femna, bluza, bikini, çanta, edhe merdh si një ide, se zakonisht këtu është uda e babës, ku qëndron baba dhe i pret musafirt këtu. Edhe më lindi një ide pse mos m'ja bo një shqiponje. Edhe e kum punu, kjo shqiponje në fakt mi ka marrë 2 javë ku, deri sa e kum bo, në fleture e kum vizatu, edhe kum fillu me u punu, veç 2 javë ku më ka marrë. Ama më ka dollë shumë bukur. Ndihna shumë mirë, edhe kush vjen musafir këtu, baba i tregon që qika ma ka punu, edhe ndihna shumë e knasht. A ti ka shtu përësit në shtatë të tilla? Po, mu kanë shtu përësit, në fakt ma kanë kërku këta si e kum postu, po nuk kum pranu se në fakt ja kum po dhurat babës edhe nuk kum dasht me shit, po nëse vazhdojnë kërkesat e tilla, prap do të filloj me punu edhe për shitje. Po këta e kum po veç për babën edhe për udën e babës. Çmimi i saj më varet prej madhësisë, kjo është 62 me 62 cm, në varet krejt prej madhësisë, do kum pas kërkesa që i kanë kërku edhe ma të vogla, po më varet edhe për ma të mëdhaja, me madhësi ma të mëdhaja, kjo në fakt e ka çmimin 85 euro, po më varet prej madhësisë, si që thash, ma të vogla shkojnë ma lirë, ma të mëdhaja shkojnë normal, shkojnë ma shtrajnë. Dikur kur punohej paja e nusës, punimet ishin shumë të zakonshme, e tashmë këtë frym po e rikthehen Bleranda. Ma heret jenë konë shumë trend, pastaj u shu pak, nuk ka pas shumë kërkesa, tash kanë fillu prap kërkesat, se do mos tentenave edhe këtu për tavolina. Në atë kohë, botrat e mija, se unë tregova dhe ma heret, botrat kanë punu, ato kanë punu në fakt edhe për shitje, për shembull na për familjar, kur kanë shku vojzat nuse, atër ka pas qez, botrat e mija kanë punu qezin e tyne, edhe atëherë ka pas shumë kërkesa tenteneve, se do mos këtu, modele tentenave të pecetave, edhe ato modele me tentenave me ruza. Në fakt nuk është që mundesh me pas mbjetesë të madhe për punimeve dorës, se zakonisht unë kur kum fillu atëherë nuk kum pas shitje, kum fillu veç siç e ceka edhe ma herët, nuk i kom shit, kom fillu veç prej fëmijëve të familjarëve, kur kum ni që ka lind diku një vajzë, unë e kum punu me gjithë qef edhe ja kum pas si dhurat ose djalit ose nuk kum pas shitje atëherë, tash kum fillu me i postu në Instagram me pas shitje. Nuk është keq, po nuk është që mundesh me mbjetu prej tyne.